çështjes së vijave të kuqe. Unë mendoj që nuk duhet mu keq interpretuar që ka thonë kryetari Hamza. Kjo është pjesë e një platforme politike, do të thosha unë, që prezanton zoti Hamza që ka të bëjë me një qasje që depolarizon shoqërinë. Vetëm lejo ta shpjegoj vetëm pak këtë. Partitë që kanë mendësi totalitare, që është vetëvendosja, sipas edhe studimeve, tentojnë që përmes propagandës, jo vetëm me i bind votues të vetë që partia e tyre është e mirë, por me projektu gjithmonë kundërshtarin si armik. Kjo për me kriju një hendek të madh midis vetës dhe kundërshtarit në mënyrë që njerëz mos me kalu në anën tjetër. Projektimi i kundërshtarit politik si armik është mendësi e partive totalitare dhe partive populiste që është vetëvendosja sot. Kështu edhe me ulëmtime shkencore. Se parti totalitare, me mendësi totalitare, se s'mund tjetë. Kjo është mendësi totalitare. Me mendësi totalitare do duhet ta kishin vijën e kuqe. Jo. Pra nga aspekti kështu... Po këta kanë vijën e kuqe. Jo, na jemi të folë për vetëvendosin. Po pra. Tani. Se s'keni ju vit kuqe nda një partije me mendësi totalitare. Jo, më përshpjegoj ato që tha zoti Hamza, se ne me vetëvendosin nuk hyjmë koalicion, nuk petëm porën. Me vetëvendosin nuk hyjmë në koalicion. Sot as mas zgjedhjeve tjera. PDK-ja është partia e vetme në skenën politike të Kosovës, e cila asnjë ditë nuk ka punu me vetëvendosin. Se s'është kjo që po thoni vije kuqe, dakor. Ta shpjegoj të 2-3 fjali. Është partia e vetme në skenën politike të Kosovës, që nuk ka punu asnjë ditë me vetëvendosin, nuk i ka besu asnjë ditë lëvizjes vetëvendosin, sepse ka ditë çfarë është. Në veprime politike ka pas raste ku keni tregu besim më shumë se partitë tjera ish opozitare. Absolutisht jo. Për shembull votimin e zotit Basha, ju jeni treguar edhe jeni duar trokitur në farë mënyrë për një pjesë të opinionit. Ajo nuk ka qenë bashkëpunim me vetëvendosin. Ajo ka qenë për hir të Kosovës, zhbllokimit të kuvendit të Kosovës. Ne kemi thonë ajo s'është vota jonë nuk është për vetëvend as për Bashën, është votë për zhbllokimin e kuvendit të Kosovës. Kemi dashur me dhënë një provë përgjithësi shtetërore. A ka në këtë vend politikanë që bojnë diçka për përgjithësi shtetërore? Përgjithësia shtetërore është arritur përmes një lloji bashkëpunimi. Si motet përgjithësia shtetërore? Kur ti bën një veprim nga i cili s'përfiton asgjë. S'merr pushtet. Ne kemi bën një veprim nga i cili s'kemi marrë asgjë, kemi marrë veç kosto politike. Mendoj që këtë vend ka një minimum përgjithësie shtetërore, cilën ne kemi tregu. Tani, me u kthy tek ajo që tha zoti Hamza për vijat e kuqe, ka qenë pjesë e platformës tij për me depolarizu skenën politike të Kosovës, në mënyrë që me çliru një energji që i duhet skenës politike që Kosova me ecë përpara. Pra nuk është sinjal, nëse zoti Gruda se nuk po kam pas pak tendencë t'ju ndërpres vazhdimisht, por nuk është ky sinjal se dikush e ka lexuar, shumë kush në fakt e kishte lexuar atë që tha zoti Hamza si një sinjal që nëse jo tani, nëse jo ditëve në vazhdim, pak javë më vonë mund ta shohim VV-n dhe PDK-n tek afrohen. Kjo nuk do të ndodhë, unë jam deputet, jam antar i kryesisë partisë edhe mund ta konfirmoj këtu që kjo nuk do të ndodhë. Ky nuk ka qenë qëllimi dhe kjo as nuk është përpjekja e PDK-s. Çka nëse PDK-ja me organet e saj merr një vendim, ju e respektoni pastaj? Nuk është, unë po flas në emër të disponimit që e ditë organeve. Po mirë, po të ndryshonte. Ju, si do fillesh? Mirë, nuk mund të flas në mënyrë hipotetike se... Për ju mund të flisni në mënyrë hipotetike, si deputet. Po, shiro, të shti nuk mund të them... Për besimin tuaj, për vlerat tuaj, për... Besimi im është që Kosova mund të ketë progres vetëm kur VV-ja nuk merr pjesë në pushtet. Okej. Kjo është besimi jam. Edhe mund t'jap fakte pafund. Kjo sjellje që kemi pa për 9 muaj ka qenë dëshmi e kësaj. Për këta 9 muaj, megjithatë PDK-ja ka arritur disa suksese dhe është e rëndësishme të numërojmë. E para, ne kemi parandalu Albin Kurtin, ka pas një synim i marr 50%, nëse kemi lënë marr 50%. Ne kemi dashur me fitu zgjedhjet, po s'ka qenë e mundur në atë moment. Ka dashur me bë Albolina Haxhiun kryetare kuvendi, se kemi leju. Nuk ka arrit me bë. Ka dashur me u bë vetë kryeministër, se kemi leju. Dhe fitoria e 4 nesër është Glau Kornjuca bëhet kryeministër i Kosovës. PDK-ja ka arritur 4 fitore të rëndësishme, e fitoria e 5 duhet të jetë në fund të muajit kur ne duhet të fitojmë zgjedhjet. Mirë, a shkojmë një nga këto, se besoj nëse e përfunduat këtë pjesë. Nëse po thoni fitoren e parë, se keni lënë vetëvendosin të fitoj 50%, është pas 5 vitesh qeverisje. Ju në këtë studio ju vetëm ju, po dhe eksponent tjerë të PDK-s dhe partive tjera opozitare kanë bërë që ky vend po shkon dëm 5 vite. Megjithatë, është partia që bashkë ju me LDK nuk kena arritur votat e tyre. Mirë, ky është njëra. E dyta, thoni që se keni lënë Albin Haxhiut të bëhen kryetare kuvendit, nuk e di cili është ndryshimi kualitativ pa dashur unë të bëj vlerësuesin mes Albin Haxhiut dhe Dim Albashës. E treta, se keni lënë të bëhet Albin Kurti kryeministër, ky është qëndrim
juaj si do qoftë, dhe i katërta Glauko Newson me cilin me gjithat ju keni pasur një farë bashkëpunimi si parti, dhe ju vetëm jo. Shiko tash, këtu na mund të relativizojmë çdo gjë, por kur të nisemi prej fitoreve politike, ne do të kemi parasysh pozicionet që mohon në çdo demokraci të partive. Një parti opozitare, synimin kryesor, agjendën kryesore ka me pengu qeverinë me vazhdu mandatin e vet. Dhe ne këtë e kemi arritur. Është e vërtetë. Këtu është ndërtu një standard i gabuar që bëhet thirrje me votu na qeverinë, që është thirrja më absurde, prej kur partia që në opozit voton qeverinë pa marrë pjesë në qeveri. Kështu që mendoj që këto gjitha kanë qenë fitore të PDK-s. Albin Kurti është projektu pe shumë kujt si pathyeshëm, ne kemi arrit me e thy. Albin Kurti është kryeministri i parë dhe njerë po them që ka marrë mandat më bë kryeminist, s'ka mujt më bë. Edhe do të jetë partia e parë që do të ketë edhe një kandidat nesër që do të arrijë me bë. Dhe me këtë qasje ne do të lejojmë deri në fund. Por kjo është bërë me një kosto për Kosovën, është realitet. Kostoja e parë është që kjo është periudha më e errët e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë në Kosovë. Fakti që krejt njerëzit në Kosovë, që merren me monitorim kuvendit. Po edhe vetë ata, vetëvendosja e din që është e paligjshme ajo që do të bëjnë nesër seanca në orarin 11, por e bëjmë prapë, tregojmë për një periudhë të errët të ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë në Kosovë, të cilën unë nuk besoj që do ta ketë kurrë me Kosova, deri sot se ka pasur kurrë. Ju po besoni, por janë disa indikatorë. Mbas edhe kthehemi te zgjedhjet lokale që u mbajtën edhe ditë tashmë, as javë nuk kanë kaluar prej se u mbajtën në Kosovë. Vetëvendosja me gjithat është partia vetme që ka rritje, ndërkohë që ju bashkë me LDK-n jeni të kurrë në disa komuna. Është një balans i pushtetit i cili, nëse guxojmë ta interpretojmë paksa, nuk është se po ndryshon konfiguracionin politik në vend. Çka nëse pas zgjedhjeve të parakohshme që do i kemi brenda 30 ditësh, konstelacioni politik është pothuajse i njëjtë. 2, 3, 5, 6% më shumë se tjetri. Çfarë ndryshon zoti Gruda se ju jeni edhe politikan i ri në skenën politike, dhe me plot respekt po ju pyes, çka nëse ne vetëm e vazhdojmë këtë ngërç edhe mbetemi në një farë qarku të fajsimeve. Shëra e para për zgjedhjet lokale mund të thoni që rrit VV apo do të më ditë prej ku u nis. Ajo nis prej 3 komunave. Kështu që mendoj që e para PDK-ja ka dalë para me votë partijake. Kemi marrë 187.000 vota, mas shumë të asamblejës në kretë Kosovën, jemi rritë në Prishtinë, kemi dalë partia e dytë, edhe kemi marrë 6 komuna. Kështu që mendoj është një rezultat i mirë i PDK-s. Mitrovica më presim me kthy në rinumrim. Ajo që ka ndodhur në Mitrovic. Po mund të flasim edhe për atë pjesë. Do ta flasim besoj, ajo që ka ndodhur në Mitrovic nuk mendoj që do të kalojë edhe në Gjykatë Supreme. Kalojë në PZAP? Kalojë në PZAP, siç kalojë dhe mund ta diskutojmë vijim vendimin, do të isha i kënaqur ta diskutojmë. Pse jo? Mitrovica unë mendoj që do të ketë rivotim, por në këto zgjedhje nuk mund ta themi një diçka që mos më themi një diçka që zgjedhjet kanë qenë pa barabarta. Qeveria ka përdorur krejt mekanizmi shtetëror në mënyrë të ligjshme e të paligjshme për me i fitu zgjedhjet. 45 ditësh të barabarta. Kjo është pyetja e drejtë, pse do të jenë mas 45 ditësh, sepse ne mendoj që kjo shoqëni ka aftësi me e pengu një qeveri që dënë me shkel ligjin dhe kushtetutën dhe përdor fondet publike në çdo mënyrë, dhe është detyra jonë si parti politike me vedisu votuesin e Kosovës që kjo nuk është mënyra e duhur. Po s'ndodh para një jave, pse do ndodh pas 3 javësh?